Unë jam kurioz tani kur ke dal, kur ke takuar njerëz jashtë, ndoshta edhe që si ke njohur, ka bërë përshtypje në një koment, në një këndvështrim që ata kanë patur që ndoshta se gjithmonë familjarët janë gjithmonë pak më ashpër. Familjarët thua? Jo familjarët, njerëz që nuk i njeh në rrugë për shembull të kanë bërë ndonjë koment që se prisnje ose që mund të jetë i mirë ose mund të jetë negativ. Tani di si janë këto tifozët. Meritohet ti, se meritoje ti, e meritonte. Këto jo, nuk kam patur ndonjë kështu. Mua përgjithsisht gratë më duan shumë, po tani çuditërisht kanë filluar dhe burrat sepse nga që më duan gratë, më shkruajnë gruaja ime vdes pas teje. Dhe kur duan të bëj një foto, të bëjmë një foto t'ja tregoj gruas. Se përgjithsisht foto bëhet që mos t'i tregohen grav. Po kësaj herë Rozin ju tregokan. Po me Rozin që të bëj një foto t'ja tregoj gruas. Rozi, po në televizion do rikthehesh me një emision? Patjetër, televizioni është stacioni im. Unë e kam thënë këtë rrugtimin e jetës me këtë trenin e jetës time. Është një stacion që unë do të qëndroj gjatë, sigurisht që do të rikthehem. Tani. Okej. Kaq mjafton. Në post Big Brother, legjë pa thënë? Çfarë harrove? Shiko, që ta thuat tani tha. Po nuk është se unë kam lënë shumë gjëra pa thënë në post Big Brother, edhe madje kishte njerëz që nuk kishin ardhur në panel, për shembull, shumë që do doje t'i thoje ca gjëra. Rrugtar të këtij bigu. Por mendoj që ndonjëherë më mirë të heshtësh para disa njerëzve që nuk e meritojnë fare as ti kthesh përgjigje. Kështu që nuk mendoj që kam lënë diçka pa thënë në post, se i kam thënë para se të vija te posti. Ku ke takuar nga ish banorët? Asnjë. Po sot ishe me apo dje kur ishe? Dje ishe me Ola. Dje Leila, të takosh, të lësh takim është gjë tjetër dhe të përplasesh në rrugë është gjë tjetër. Okej, u takuat rastësisht. Jemi përplasur rastësisht me Olën. Livjen po, Livja është në shtëpi time. Vazhdon Livja. Vazhdon me gjithë mama. Për shkak po ty ndelejn Big Brother? Çfarë do ndodhte? Shtëpia ime nuk e di, do kemi 2 big. Te shtëpia Rozit aty në gjithë do isha edhe si mor, strategjia ime në Big Brother do ishte të isha si morr pas Rozit. Strategjia. Çfarë strategjie? Morri. Nuk do thonin më sqetulla Rozit, për shkak do thonin morri. Morri Rozit. Po, jo, zemra, unë nuk do rria me ty fare. Vërtet? Jo. Rria unë me ty s'ka. Ose do vija do të shkundja ne, po çmije mua bet 3 orë këtime se më çmende, më çmende. Po tani që e ke live. Ti shoqja e ngushtë. Po ja thash. Po si kishe nerva më si kishe nerva më që flisje 4 orë më sqaro. Po çfarë do bënte tjetër më? Më 4 orë. Çfarë do bënte tjetër? Çfarë bëja ti desha nga muri tjetër? Se një që do bëj. I binte. E ka thënë këto javë. Po jo 4 orë me zemra, bam, 2 fjalë hec. Jo, po nuk kuptoni me 2 fjalë. Se me 4 orë të kuptuan shumë. Ke pas edhe gjëra të tjera që ke dashme thënë se na e ke promuar gjatë. Iku tash si kam thënë live. S'ka problem. Idia jo, mjaft tani. Ajo që na intereson zonjës dhe artiste është të dim të gjithë pjesën që do të ndodh më pas, që ti e preke pak a shumë, që ka të bëjë me artin tënd, me televizionin dhe me gjithçka tjetër. Pas postit, po ashtu është komentuar edhe përballja jote me Nedën. Mendon që u teprua pak? Nga kush? A mendoj. Sigurisht mendoni ju që u teprua se unë sigurisht mendoj fare për këtë gjë. Sigurisht zgjat çik si muhabet. Nga kush? Nga të dyja. Unë. Nga unë? Zemër unë 4 muaj. Domethënë 4 muaj ja tek ndjekim dhe pamjet e golit. Ja në radio. Në ndeshjen e fundit, si tha Neda atë kam çuar unë në finale. Po ta dija kështu, do rria ulur në koltuk dhe nuk do flisja fare, do prisja të nçonte Neda. Jo vetëm në finale, po në çdo finale të mundshme. Në që ka duar trokitur nga Egli. Po, ka duar trokitur Egli se i kanë bërë gjërat bashkë, se kur Egli me mendje tjetër. Dhe ndërkohë thonte fjalën e Nedës që mi tha Neda një javë më vonë.
Po, te përballja. Po, dhe jo vetëm. Domethënë, që e interesante shumë ta shohësh pa audio se. Dhe mund ta dubloj tani, dëgjoj. E tha gjëra që do ndryshonte, për shembull, mund të ishte kjo balukja. Po, balukën do ta kisha hequr komplet. Do e kisha hapur ballin. Po ta kisha hequr me këtë fare komplet. Do flasësh me Nedën? Unë s'kam folur me Nedën që të flas me Nedën. Jo, nëse rastisni. Do sqaroni tani pas domethënë është e shkuar dhe e lën në Big apo shiko, fakti që atë natë nuk më pa në sy se desha ti thoja edhe janë dy gjëra të tjera. Do flasësh te unë isha në dasëm të Xhesit dhe të Eglit dhe kur nuk kishte filluar akoma Ahengu, po i dhash dorën të dy opinionistëve dhe Arbrit edhe Nedës. Kur ikëm, Neda takoi të gjithë njerëzit dhe mua nuk ma dha dorën. Ndoshta nuk më pa nga Ahengu madh që kishte në shtëpi. Po të më flasi do t'i flas patjetër, ta përshëndes, unë jam njëri me norma. Okej. Shumë mirë. Mos sqaruam. Tani më që do të rifutesh Rozana, nëse bëhet një tjetër Big, le të themi, me personazhe të cilët janë spikatur në All Stars. Mi thuaj një çik këdo doje të kishe bashkë udhëtar. Luizin patjetër. Okej. E kam, domethënë, ka qenë lojtari im i preferuar. Jul Dedën patjetër. Julin e marr. A do zihesh me Julin e marr? Po pse jo? Pse jo? Këdo kisha tjetër. Me Julin sa kafe ke pirë? Ta sqaron tani që se mos dalim më brapa. Dreka e darka. Okej, domethënë. Me Julin Dreka e darka, patjetër Donaldin patjetër. Edhe Romeo se është mund të ishim në një edicion të dy, pa. Jo se do kishit qarë shumë. Një lojtari vetëm. Një lojtari vetëm. Laertin patjetër. Po Laertin që do. Po jo, unë e marr gjithmonë me vete. S'liet komshiu. Nuk liet komshiu. Nuk mikën, nuk më shkon kapja me Laertin. Okej, po interesant do ishte një Big i tillë. Jo, po me Laertin do ishte një lojtar me vërtet. Por ndërkohë do loboja edhe për Bonën. Bona. Po Bonën do ta pusja nga mesi kur shkëputesha unë me Laertin, ta bëja një banor të vetëm. Tani me Bonën flet, se mu duk pak në post si kështu. Sikur nuk po e kuptoja. Po shikoj, këto janë çuditshëm fare, ëh. Këta në post të thonë ka manipuluar manipulatoria. Domethënë nuk ka dalë asnjë klip që un kam manipuluar ndonjë gjë. Dhe mbaron Big Brotheri dhe të marrin telefon të nesme. Zemra do pim kafe. Domethënë deri këtu shkon hipokrizia. Nëse un pas kam qenë për ta manipulatore, shumica janë hipokrit. Apo, hipokrit të mëdhenj. Shumë të mëdhenj. Domethënë i pas ke kursyer ca. Po si kam hapur telefonin, ja po të shohësh. Jo, në post Big Brother i pas ke kursyer. Çfarë shkruan Laerti më qafsh? Shkote mesazhet e Laertit, jo, nuk kemi shkruar me Laertin, atë patjetër. Laerti. Hape. Kush është mesazhi i fundit të Laertit? Nga do të pivat kafe. Kafe në pesë. Shiko tani që ta kuptosh. A ke çik farkosi komshiu? Shiko, mesazhi i fundit është me 16 dhjetor. Dhe më ka nisur Laert Vasili. Zana, shëndroron Zana, të propozo. Bukur, je simpatike, të dashuron. Zana, të pos mjaftoj me zeja, do hanoj zemrën time, do miroj unë i vdekur, hanoj Rozanën time. Me zeja, do hanoj zemrën time. Dhe këtë ta ka si Laerti, Të pa si Laerti. Po, më ka thënë që ja kishte dërguar asaj vajzës që ka zemrën e zënë. A mendon se ishte një fat që kishte një tjetër se ishin pak a shumë një lloj stature të dy njerëz që nuk e kam pritur unë Laertin ashtu urt. Tjepër se zjarr. Më shdukur ndonjëherë sikur e pickoje fshehurazi. Nuk ka shastisur Laerti mua. E pickoje gjë? Laertin është më zjarr. Laerti? Pa. Shiko, kur unë e mora vesh se sigurisht Laerti ka dalë para meje. Dhe unë e pyeta Laert, do hysh në Big? Më tha mua, kam disa projekte tha me teatrin, po kam përshtypjen që do hy. Dhe pastaj ma konfirmoi. Po ti më tha mua, unë e kisha vendosur. Nuk e di, thash. Dhe tani mendoja, thash. O bo, thash unë tani, hajde duro Laertin se Laerti është zjarr. Do ti Laerti ishte Laerti. Dhe njëri dosha ure Laert. Ti s'të kam bërë. E kam parë gabim apo të vinte ndonjëherë ti thoje po zgjovër. Sa ka pa zgjovër. Po ja kam thënë 100 herë.
Ja kam thënë 100 herë, Po por zgjohre. Laerti kishte një gjë që nuk shkonte te debati. I priste debatet. Domethënë rinte dhe i priste. Por unë e vlerësoj shumë për njeriu që ka qenë me mua. Domethënë, edhe në ato gabimet që ka bër, Laerti në këtë rrugtim tregoi që u bë një mik i vërtet i imi, se me të vërtet nuk ka qenë mik. Realisht i kam ato kapet me Laerti. Ta kam nxjerrë unë këtë. Kam thënë në një intervistë, ja po ta them tani se s'kemi folur. Po, kam thënë që njihen, por nuk Laerti nuk ka qenë në asnjë ditëlindje të Rozit, në asnjë darkë me miq, me ata më të afërtit, se unë i njoh dhe i di. Nuk e di tani kur hyri tha unë tha njoh Rozin që 5 vjeç, po bëja një llogari unë tani. Kur kam qenë unë 5, kur ka qenë Laerti 5, unë s'kisha lindur akoma. Më mirë, si ta kesh. Si ta kesh. Rozin e turojmë shumë sukses. Edhe unë të gjithashtu, edhe unë ju. Lart. Presim të na ftosh në të gjitha eventet e tua, sidomos tek pjesa e këngëve dhe serenatave që do të bësh në Korçë. Se pyete pak Gjixhin për një duet me mua. Do e pyesja po. Një grek e bëre, tani një italian do shkon. I duhet tani, i shkon për 7. Plus me Gjixhin i shkon, ë? Ta flasim si muhabet se e bëra shok. Sa ka shok. Shkruaj Instagram te. Priti bëj follow një. Si ke bë follow? Mos i bë kur të më bëj gesti mua, do t'i bësh ti Gjixhit. Dhe ti them do bësh një duet me Razonën se. Razonën. Rozi, edhe një herë shumë suksese. Në të gjitha angazhimet që do të vinë tani pas gjithë kësaj eksperience, ne presim që të shohim të shkëlqesh, siç di ti të bësh. Do të vim në Korçë. Jemi për një rrugë Korçë, një koncert në Korçë. Se kemi koncertin në Korçë. Po, unë do të kem një koncert në Korçë, do të këndoj dhe do të interpretohen disa nga këngët e mia dhe tekstet që unë kam shkruar për vete dhe për tjerët. Dhe i këndosh ti apo artistë të tjerë? Dhe unë dhe artistë të tjerë. Kam përshtypjen që do të jetë shumë e bukur. Unplugged, shumë i bukur. Pra kemi një rrugë për Korçë, shumë shpejt. Dhe sa mirë që Rozi nuk ndryshon asnjëherë. Domethënë se kjo duket shumë bazike si gjë, por sidomos ka eksperjenca si Big Brotheri kur futen dhe kur dalin njerëzit nga aty ka një lloj ashtu më thotë dhe partneri si ndryshove kur. Kështu ka një lloj deliri të paqen, edhe sa mirë që nuk ndryshon asnjëherë dhe kjo të bën më të veçantë nga gjithë tjerët. Rafsh. Diçka mua të them të vërtetën Arbër, fama i ndryshon njerëzit, por unë nuk e kam ndier asnjëherë veten VIP të madh shumë, sepse babi ma ka bërë shumë të lehtë të rrugtim. Ai ka qenë një njerëz shumë i dashur me tjerët, e hiqte atë kostumin e njeriu të famshëm dhe gjithmonë unë isha vajza e Ferdinand Radit. Pastaj mësova të ecja me këmbët e mia dhe isha Rozana Radi. Kështu që çfarëdo suksesi kam patur në jetë, unë kam qenë me këmbë në tokë, fama nuk ka ndryshuar dhe nuk do ndryshoj asnjëherë. Kështu që unë jam kjo Rozana Radi, goca e lagjes. Sa e mirë. Tani e mbyllim këtë program me gjithë energjitë mirë dhe sigurisht që do të dëgjojmë të mërkurën tjetër. Kalofshi sa më bukur. Ciao ciao. Rozin e keni të dielën në Portokalli, se harruam për këtë detaj. Te Kafja Braçes. Ciao ciao.